FBI nuk e ka këtë fuqi dhe nuk duhet ta ketë sepse duhet ndjek sundimin e ligjit. Ata nisin hetimet vetëm kur kanë arsye të mira dhe nuk ka këtë nivel diskutimesh personale. Nisë një luftë madhe me median e majtë radikale. Përveç Partisë Demokrate, opozita më e madhe Trump ka nisur një luftë të madhe ndaj medias radikale të majtë. Përveç Partisë Demokrate, opozita më e madhe ndaj presidentit Trump është pikërisht media e korporatave. Është vendosur mirë, më mirë se pjesa më e madhe, sepse pjesa më e madhe e shtypit amerikan ka hedhur poshtë prej kohë standardet e gazetarisë, vetëm në një mënyrë që të dëmtojë zotin Trump. Në të njëjtën kohë, ky lloj aktivizmi ka dëmtuar shumë popullin amerikan, të cilit ju tha se Rusia ndihmoi Trump në fushatën e vitit 2016, se laptopi i mallkuar i Hunter Biden ishte një dezinformat ruse, dhe se Joe Biden ishte një udhëheqës i zgjuar. Këto ishin 3 gënjeshtrat më të mëdha të medias. Këto gënjeshtra u përqafuan nga media liberale, e cila fshihet mbas amendamentit të parë, pra ka drejt flas, por tani është koha që të kthehet të paguajnë para. Gjyqin e parë e pati ndaj gazetarit Stephanopoulos, me origjinë greke, dikur shefi i shtypit i presidentit Clinton, dhe u detyrua ABC News të paguante $16 milion, $1 milion ishin të gazetarit i cili në gjyqin e parave me një prostitut pa të përdorur se zoti Trump u dënua dhe u akuzua për përdhunim, që e vërtet. Ndërkohë Trump ka hedhur në gjyq CBS News, 60 Minutes, dhe kërkon $20 miliard. Në intervistën me kandidatën demokrate Kamala Harris, pati montazh me qëllim për ta nxjerrë më mirë, pyetje tjetër, përgjigje tjetër, u kërkua me gjykat transkriptin mbas zgjedhjeve dhe doli haptas një bllop i madh. Natyrisht që këtu Trump mund mos fitojë 20 miliardë shumë, por media po gjynjëzohet ndaj tij. Bezos, pronari Washington Post, ka kërkuar që në faqen editoriale mos ketë më wokizëm dhe frymë të majtë të theksuar radikale, por ne në faqen tonë editoriale do të shkruajmë për lirinë e fjalës dhe për tregun e lirë. Kjo bëri që të largohen shefi i editorialit dhe të tjerë. E ka kuptuar, fundit nuk ka shkelur në një ligj, është pronë e tij, mund të bëjë ç'doj. MSNBC, kanali më i majtë, ka psuar një goditje të madhe duke u shkarkuar Reid, një gazetare afrikane, amerikane, që përçonte një urrëtie shumë të madhe, edhe të tjerë. A është kjo një lloj lufte raciale? Nuk besoj, është tek aftësia, sepse ishte kaluar masa me DEI. Ai përgjigj pyetjes Focus rreth situatës në Ballkan, nëse Trump do të fitonte përsëri dhe administrata shumë e dobët e Biden në Ballkan, ndërkohë që mbështet ish komunistët në Shqipëri. Bolton u përgjigj se politikat e administratës Biden për Ballkanin janë po aq ideologjike sa dhe e gjithë politika tjetër e tij. Është diçka për të cilën nuk kanë menduar qysh nga administrata e Clintonit me marrëveshjen e Daytonit. Nuk mendoj se e kuptojnë që lufta në Ukrainë ka potencial. Charles McGonigal, you know him, right? He was in charge of the Russia hoax for the FBI. Charles McGonigal, I know the name well. He was in charge of it, and they just arrested him because he received money from Russia. This can only happen to me. Jo, kam thënë disa herë që me Trump do të kesh kujdes çfarë thot dhe çfarë bën. Trump hedh granatën. Edhe në mandatin e parë synoi të largohej nga NATO në Bruxelles, ma ka thënë ambasadori Bolton, por frenohej nga Bolton, Pompeo, Mattis tani nuk ka frena. Por duke kërkuar 5%, thuajse ka dalë. Kjo ka bërë që ekonomia më e madhe europiane, me kancelarin e ri që mund të jetë Merz, sot që
Amerika nuk është më aleati ynë. Amerika e Trump, thotë ai. Personi ka fituar 28%. Ne duhet të forcohemi, të kemi mbrojtjen tonë, por po ta shikosh me gjaktësi, duke futur veten edhe ne, si në shtetës amerikan, shqiptar amerikan, pra amerikanët ne, ky vend i madh e ka shpëtuar 2 herë Gjermaninë, në luftën e parë dhe në luftën e dytë botërore, nga kajzerizmi dhe nga nazizmi. Dhe e rindërtoi. Nuk ka ndonjë ligj që të kishte detyrim Amerika të bënte këtë. Amerika ka 40 baza ushtarake në Gjermani dhe 50.000 ushtar amerikan për të mbrojtur Gjermaninë. Nuk ka ndonjë ligj që Amerikën ta detyrojë të bëjë këtë. Amerika subvencionon ekonominë gjermane me rreth $100 miliard në vit. Kaq është deficiti tregtar midis këtyre dy vendeve. Sepse Gjermania vendos tarifa thuajse për çdo gjë prodhim amerikan 1.5 deri në 2%, Amerika jo. Nuk ka ndonjë ligj që ndalon që zoti Trump të vendos tarifa. Dhe ai ka vendosur 25% për gjithë BE-n. Nga ana tjetër, struktura e shoqërisë gjermane, partia e djathtë nuk është parti naziste, alternativa për Gjermaninë. Çfarë kërkon? Kufin mbyllur, si këtu, dhe çdo gjerman të ketë drejt të mbajë armë. Ku është nazizmi këtu? Kjo është tipike për republikanë. Edhe pse në total mund të kenë rreth 50% Gjermanisë, nuk do të kenë një zë në parlament. Sepse CDU-ja e Merz do të bashkëpunojë me Partinë Socialiste të majt për të vendosur qeverinë e re. Pra, nuk lejohet zëri i votuesit të një shumice shumë të madhe, të cilët do donin një Trump gjerman, si dhe francezët, një Trump francez. Pra e djatha është në sulme të mëdha, naturisht, e drejtuar nga Soros, që ka hedhur tentakulat e kancerit kudo. Ekonomia e Gjermanisë është pak më e madhe se Kalifornisë. Ka kohë që nuk ka rritje në GDP. Fertiliteti 1.45. 16% e gjermanëve nuk kanë lindur në Gjermani. Dhe ekonomia po deindustrializohet. Mania për energjinë e gjelbërt, mbyllja e centraleve bërthamore, largimi nga qymyri nga nafta, ka bërë, siç e kam thënë, që energjia elektrike në Gjermani të kushtoj 4 herë më shumë se në Amerikë. Duan apo nuk duan, gjermanët janë të lidhur me gazin që vjen nga Amerika, sepse Nord Stream është shkatruar dhe do të paktën 2 vjet që të rindërtohet. Dhe teza e tij që Amerika e Trump nuk është aleatja jonë, do të dëmtojë Gjermaninë. Se fundi asgjë nuk e detyron këtë vend të madh të subvencionojë ekonominë gjermane, ta mbrojë ushtarekisht më shumë se 80 vjet, që i ketë rindërtuar si ka rindërtuar, dhe të lejojë deficitin që thash tregtar. Fundit, Gjermania mund të vazhdojë në rrugën e saj, po pa Amerikën, ata e din mirë që humbasin shumë. Hedge Foundation, kjo me rëndësi, kanë qenë në Tiranë në mision për të mbledhur dhëna. Dhe Berisha e ka pasur aleat dhe mik ikonën e Heritage Foundation, Ed Fulmer, presidentin e saj, me të cilin kanë pasur akses pikërisht përmes këtyre lidhjeve. Dhe Heritage Foundation, fondacioni trashëgimnisë, po i them shqip, është bariera kryesore ndaj kancerit Soros. Përfiton e djatha shqiptare, përfiton Berisha, ka një lloj karme, sepse në listën e armiqve të Trump, Soros është, ose Soros si shqiptohet, në hungarisht është i pari. Pra Berisha vjen në Kapitol, Laçi Vita ka misionin ta çojë në Senat, dhe mbas zgjedhjeve pse jo dhe në Shtëpinë e Bardhë. Pra, dalga, tide is turning, dhe mangthi i Ramës
është numri put together that cleaned up the CIA, neutered the CIA, and I think not just the CIA, I think all of the departments and agencies where you have bureaucrats who have got their own agendas, not the American people's agenda, I think they will all be tested. And that's really what he's talking to Elon Musk about. I mean, government cutting government is getting... Dhe tu është thellë, me hapjen e kufive të portit Durrësit për drogën e Sinaloos, e di shumë mirë këtë problem. Me ndikimin e Soros tek reformat e drejtësisë për të mbështetur Ramën, për të kundërshtuar djathtën shqiptare, shkon deri tek Obama, do ta rikthejë. The guy's name was Charles McGonigal. If you look at bullet point 8 of his indictment, you can see it right here. They note that McGonigal is alleged to have taken money from Albanian officials, person A working with this person B, and this FBI agent was supposedly taking this money to get people who were opponents of the Albanians arrested, locked up, and investigated, which is kind of a strange thing for an FBI agent to be doing because that sounds kind of corrupt. So in the indictment, you'll see in bullet point 8 that person B, who the FBI agents alleged to have been dealing with, was an Albanian national who was employed by a Chinese energy conglomerate and was an informal advisor to the Prime Minister of Albania. Wow. So this Albanian guy is very well connected, is also working with this Chinese energy conglomerate, which is most likely the same, because there isn't another one doing that kind of significant business in Albania, the same one dealing with Hunter Biden, also connected to the Chinese Communist Party. Let me ask you a question. How deep does this rabbit hole go? Listen, man, I promise you I'm not distracted. This is intentionally part of the show. It literally says, how deep does this rabbit hole go? Because I don't want to lose it. Don Bongino do të jetë makthi e Edi Ramës sepse ka qenë nga gazetarët investigues të narkoshtetit shqiptar. Numri 2 FBI në fakt është drejtori ekzekutiv. Ka fuqinë më të madhe për çdo hetim për të nisur. E Majta e kundërshton sepse në përgjithësi në këtë post, në numrin 2, është vendosur dikush që ka përvojën e FBI. Ka qenë në zyrat e FBI në poste të ndryshme. Personin fjalë ka qenë policë në New York. Not just the fat of government, but getting rid of the poison of government. And some of them are not just policies, they're people. And or departments, I should say. Nuk është aq e thjesht, gjyqe të ndryshme, por për ne, për Ballkanin, një person I tillë do të ishte pozitiv. The Biden Inc. team, our Secretary of State, the FBI, the Sinaloa cartel, the whole cabal. NGOs, sounds like what I just said. The intel community, so... Miranda Devine notes in the piece that it's the weirdest thing. One of the first things Anthony Blinken did in office was to sanction the former president and prime minister of Albania. Not the guy working with the FBI, the other guy. She says, as a Secretary of State Blinken weren't embroiled in enough debacles, he now stands accused of meddling in Albanian elections on behalf of billionaire financier George Soros and is being sued for defamation in an international court as well. Departments are defined by the people. And I think Trump is looking to reform government. Not reform in a getting rid of anybody who doesn't agree with him, but reform government to put people... Ata nisin hetimet vetëm kur kanë arsye të mira dhe nuk ka këtë nivel diskutimesh personale. A e kanë ata këtë fuqi? Duket se të paktën McGonigal ishte I aftë të ushtronte atë nivel si presion. Nuk është e mundur. Ai ka përdorur aksesin me maturi që të zhvaste para. Nuk duhet këtë qenë I aftë që ta bënte këtë gjë. FBI se bën, por FBI tani duhet ta shikojë. A ka forcë pra FBI të ndikojë në procesin e nëngratas të Departamenti I Shtetit, apo janë të ndara FBI dhe Departamenti I Shtetit? Nuk besoj se nevojshmërisht FBI ka ndonjë fuqi te Departamenti I Shtetit. FBI mund të thotë, nëse dikush ka një akt akuz për një krim, një vendim të një prokurori federal, veç mas pra nga FBI, disa raste edhe me jurinë e madhe. Ato mund të prezantoj
të departamentit shtetit si dhe evidencat të departamentit thesarisht. Realisht nuk e kanë këtë fuqi. Nëse McGonigal thoshte këtë se unë mund t'ju hetoj juve dhe një lloj shpërthimi që të paguaj për tyre, duke thënë që kishte aq forcë, por që në fakt nuk e kishte realisht. Edhe Friedman në intervistë do ma thoshte që shoqëria po bëhet tribaliste, majtas djathtas dhe në të shumt media kontrollohet nga e majta progresive. CNN, i cili ka rënë shumë më poshtë se kanali i fëmijëve Nickelodeon, nga krau tjetër është Fox News, ultra konservator, MSNBC e majt dhe kanalet ABC, NBC, CBS kryesore që kanë audiencë 7-8 milion vetë tek lajmet që kanë work the way the system is supposed to work to protect the American people, not a political party or a political structure. And I think there are enough people. Ja, çka thënë një gazetar tashmë po që shkruan për sigurinë kombëtare dhe ka qenë shefi mbylli hetimin ndaj një spiuni rus të nivelit lartë. Ehringer shpjegon se ne kishim arsye të besonim se objekti ynë ishte rekrutuar nga Vladimir Putin në Gjermani në kohën 1985-90, kur Putin, Mad Vlad, ishte shefi i stacionit të KGB-s në Dresden. Objekti i hetimit ishte ushtarak i lartë amerikan në bazën ajrore amerikane në Ramstein, Gjermania perëndimore 200 milje larg, ku operonte nën koloneli Putin, dhe detyra e tij ishte të rekrutonte personel ushtarak amerikan, të cilit kishin akses të inteligjenca super sekrete. Objekti ynë, koloneli amerikan, mbikëqyrte fluturimet e rikondicioni mbi Bashkimin Sovjetik, U-2 dhe SR-71. McGonigal kishte si hipotezë se objekti ynë njinte dikë nga bordi i këshilltarëve për kundërzbulimin për presidentin nga koha kur ai vetë merrte pjesë në takimet e bordit. Dhe ai mund të darkonte dhe të pinte verë me atë individ, të merrte vesh çdo gjë që ishte biseduar në bord, duke ja raportuar rusëve, mbase vetë tek zoti Putin. Objekti ynë zhvilloi një lidhje personale miqësore me presidentin rus. Ehringer mendon, vallë, a e transferoi McGonigal hetimin ton të IRS apo e fsheu? Ai nuk bëri asnjë përpjekje të më prezantonte mua me cilin do që merrej me hetim të IRS-i, në atë kohë unë isha oficer kontakti me FBI. Asgjë nuk ndodhi. Hetimi u vra. Ehringer thotë se veç mas 4 akuzave për pastrim parash, McGonigal është akuzuar se ka marrë $225,000 nga një individ dikur i punësuar në një agjenci të huaj spionazhi, një lidhje kur ai ishte në FBI 2016-2018, pra ai ka punuar në të mirë të interesit të tij kur ishte punësuar nga qeveria amerikane. Zbotror anti-amerikan kanë vënë në diskutim ligjshmërinë e operacionit ushtarak të ndërhyrjes dhe arrestimin e diktatorit Maduro. Thuhet se presidenti Trump ka shkelur ligjin ndërkombëtar, thonë që Maduro ka pasur imunitet si kryetar shteti. Nuk është e paligjshëm as arrestimi i tij, sepse nuk konsiderohet legjitim si president, 16 vende të botës nuk e njohin si president. Por dhe ndërhyrja ushtarake nuk është e paligjshme, sepse në 25 nëntor, presidenti Trump ka cilësuar si organizat terroriste një nga kartelet më të mëdha të drogës në Venezuelë, çka jep drejt ushtrisë amerikane të ndërhyjë ushtarakisht. Trump ka të drejtë të ndërhyjë ushtarakisht edhe në Meksik, ku ka cilësuar si organizat terroriste të narkotrafikut Sinaloa, natyrisht dhe në Kolumbi. Më parë, superfuqia e ka përkulur atë ligjin ndërkombëtar të KB-s, por më vjen keq që edhe në Shqipëri ka vazhdues partisë punës të Enver Hoxhës që janë me anën kundër presidentit Trump. Unë e kuptoj Partinë Socialiste, pasi është arrestuar një kryetar një partie tjetër socialiste dhe Rama
në Amerikë është cilësuar si Noriega nga netja e djathtë. Po kur ndërhyri Amerika për çliruar Kosovën. Ky vend i madh natyrisht që në çaste përcaktuese ndryrim. Çfarë ndodhte me Maduro? Maduro ishte një diktator. Këtu nuk ka asnjë diskutim. Dhe jo më kot 60 vende nuk e njihin zgjedhjet sepse i kishte vjedhur. Çdo gjë ka filluar në vitin e mbrapsht 1997 kur Chavez ka kryer atë revolucionin dhe ekonomia e Venezuelës, një nga ekonomitë më vezulluese të Amerikës Jugore, e cila ishte me një GDP rreth 350 miliard dollar, ka psuar një tkurrje të ekonomisë me 70%. Kjo nuk ka ndodhur në Amerikë as në krizën e vitit 1930. Problemi është që shumë anti-amerikan, edhe ata që japin mendjet mëdha në Shqipëri, që janë të Kobori Ramës të friksuar me Mecit Surelit, thonë se kjo është për naftën. Rubio tha që ne nuk kemi nevojë për naftën e Venezuelës. Amerika ka naftë shumë herë më tepër. Por përpara revolucionit Chavez socialist, kompanitë mëdha amerikane kishin investuar tek nafta në Venezuelë dhe mbas shtetëzimit këto investime ikën. Kina dhe Rusia përfitonin nga nafta e Venezuelës. Kina çdo ditë merrte mbi 536.000 fuqi nafte. Në Venezuelë kishte ndikimin e Iranit, të Rusisë, Kinës dhe shërbimi i inteligjencës të bërprej nga kubanezët. Këtë nuk do të lejoj më Amerika të ndodhë. Do të ketë një karantinë të naftës. Venezuela ka naftë cilësinë më të mirë në botë, crudo, rreth 300 miliard rezerva fuqi, të cilat përpunohen në rafinerit amerikane. Në qoftë se kompanitë amerikane do të reinvestojnë përsëri, ekonomia e Venezuelës do të rritet, nëse do të ketë një qeveri pro-amerikane dhe free market, do të përfitojnë në shtetësit e saj, do të bjerë çmimi i energjisë në botë. Kjo nuk i intereson Rusisë dhe Iranit, të cilët duan që të shesin me çmime të mëdha naftën për të mbajtur në këmbë regjimet e tyre shtypse, diktatoriale, anti-amerikane, anti-liri. Natyrisht që Trump flet në atë mënyrë që ne vrikos gjithë këndë edhe ne këtu në Amerikë, që ne do ta qeverisim atë. Dhe Rubio u detyrua të dalë, thotë jo, nuk do të jetë drejtim i vendit siç ndodhi me pushtimin në Irak, sepse amerikanët e kanë marrë mësim. U desh 20 vjet që prodhimi i naftës në Irak të trefishoj, por u harxhuan triliona dollar. U vran amerikan, u vran iraken. Kjo nuk do të ngjasë më me Amerikën, sepse votuesit amerikanë të magës nuk do të votonin kur Partinë Republikane, nëse kjo do të ndodhte. E majta këtu e akuzon Trump që çdo gjë është për të spostuar vëmendjen nga dosja e Epstein. Edhe kjo mund të jetë. Por do të jesh në mendjen e tij. Aksioni ishte brillant, por kanë qenë dhe me fat. Që të arrestosh një kryetar shteti në fortesën e tij, kur çdo gjë ka ndodhur për 46 sekonda i çastit të fundit, nuk është e lehtë. Çdo gjë është kryer nga CIA. Dhe kanë pasur një informator shumë afër Madurës. A e shiti ushtria Madurën, janë vrarë bodyguard të tij. Trump nuk doj që fituesja e çmimit Nobel, kryetari i opozitës, të jetë president diare, sepse Trump është ofenduar kur ajo i hodhi në thojë çmimin Nobel. Aq më tepër që kandidatja e opozitës duket sigurisht të Bokistë dhe Sorosit, është pro transgenderve
pro gejve, çka Maduro nuk ishte. Paralelet e Madurës me Ramën janë të frikshme. Maduro akuzohet se ka $200 milion. Kështu është akuzuar më parë Rama nga organizata ndërkombëtare. Edhe pse sot pranohet që Rama mund të jetë 3, 4 deri në $5 miliard. Maduro, partinë që kontrollon çdo gjë, e quajnë Parti Socialiste. Naftë ka dhe Shqipëria. Nuk kanë naftë sa Venezuela, po sa për ne, në Ballkan, dhe neve na vitet nafta. Përse u tërhoqën nga pusët e mëdha në Shpirak? Natyrisht që në gjeopolitikën, kompanitë e mëdha e dinë se çfarë ndodh. Ndaj, unë jam pak skeptik që kompanitë e mëdha të naftës të shkojnë të investojnë menjëherë në Venezuelë. Pa pasur garanci, siguri, kjo nuk ndodh. Maduro ka larguar rreth 7-8 milion vet nga vendi i tij. Rama është me 1 milion. Media amerikane e ka cilësuar si Rama Maduro, narkoshtet, shtet mafioz, madje Washington Examiner Rama si Noriega. Asgjë nuk ndodh rastësisht. Ata që arrestuan Maduron janë ato sfera pushteti që mbështesin SPAK. Ligji i ri në Kongresin Amerikan, pakti, detyron Rubion të mos jetë me mec, dhe Rubio ka filluar të flasë, sepse këtu ndihet më komod. Ka kërcënuar Kubën, Kolumbinë, dhe askush nga diktatorët nuk do të jetë i qetë me zotin Trump, i cili shkon duhet marrë. Do të hiqet nga Hegseth i Pentagonit, i cili ka thënë që do të shkurtojë dhe 8% buxhetin, por duke bërë disa përjashtime në të gjithë burokracinë e madhe. Janë rreth 1 milion punonjës civil, 1.3 milion janë ushtarak, ushtri aktive, dhe rreth 800.000 tjerë të gartat kombëtare. Pra është departamenti më i madh. Një problem tjetër është që kjo që thamë, që kompanitë ushtarake që bëjnë tenderat i bëjnë me prokurim dhe nuk ka asnjë lloj dilli ose tender të hapur për tjerë. Është një monopol. Generalet me 4 yje, mbasi largohen nga Pentagoni, fillojnë punë të gjithë te këto korporatat ushtarake dhe përfitojnë nga ish varësit e tyre favore për të kaluar këto prokurime. Nuk kanë gjë të paligjshme, por përsëri është monopol. Ajo që kjo do të hiqet nga Hegseth. Tjetra që do të hiqet janë ishte generalet me 4 hyje, kur dalin në pension, bëhen shumë aktiv në fushatat elektorale, i thonë Mussolini, Hitler, ignorant, idiot presidenti Trump. Kodi 88 ushtarak nuk e lejon këtë. Do ta heq edhe këtë zoti Hegseth. Pra, Pentagoni, që ka një buxhet rreth $820 miliard, rreth 14% buxhetit, do të ketë shkundje. Dhe do të largohet DEI, dhe për pasojë e DEI mungonin 50.000 trupa në ushtri çdo vit. Nuk rekrutoheshin dot. Me ligjin e ri të heqjes DEI, çdo muaj po regjistrohen për në ushtri 10.000 vet. Është ndryruar tërësisht. Diçka duhet të ndryshojë dhe tek arsenali ushtarak, përse avionët F-35, F-20, që nga 85 milioni, $100 milion, ndërkohë që lufta në Ukrainë me Rusin tregoi që me pak shpenzime me dronë, pra sasi dhe jo cilësi, mund të arrish rezultate më të mira. Pra, duhet parë, nuk ka nevojë për armatime të rënda, tanket më. Amerika është pas me dronët. Edhe këtu ai do të ndryhej. Pra, me sekretarin e ri në Pentagon pritet një revolucion i madh tek buxheti më i madh, 14%, pra si të thamë, të ushtrisë amerikane, për të qenë
me të vërtet reale fuqia më e fortë në botë. Edhe pse Trump thot America first, kjo nuk do thot America alone, vetë. So through 2018, Charles McGonigal held one of the most important positions in U.S. counterintelligence. He was the special agent in charge of foreign counterintelligence at the New York field office of the FBI, which is their biggest field office, about 2,000 agents. And it's very important because it covers New York City, where you have United Nations headquarters and all the foreign missions and consulates that go along with that. So an enormous number of foreign government officials, including folks from places like China, Russia, North Korea, Cuba, Iran, that are there in New York City. He got charged in 2 separate indictments, one in Washington and one in New York City. The one in Washington charges him with accepting $225,000 at least from foreign governments, including those of Albania and Bosnia, in return for doing official acts for them while he was still in the FBI, which is obviously criminal. And he made false statements about that on his annual financial disclosures, for example, to the FBI. In New York, he was charged with sanctions violations and money laundering for doing work with a sanctioned Russian oligarch who he'd previously investigated after he retired from the FBI. Akrobacit e klyshit Soros, si thot Lacevita, vazhdojnë. I ka falur me miliona metra katror në zvërnec Kushnerit, por arab dashës i Kushner nuk i ka bërë një ftesë Ramës dhe gruas ti që ka marrë para me miliona nga USAID tek samiti i Miamit, ku organizoheshe nga Arabia Saudite, ndër tjera ka folur dhe Kushner, ishte dhe presidenti Trump, Elon Musk, dhe siç u tha këtu, e mënjanoi Davosin. A ka frikë të vi klyshit Sorosit, apo është reale me të vërtet që Kushneri nuk i hap telefonatën?